mund të dalin nga partitë e tjera. A do t'i afrosh? Unë jam i bindur që 11 maj do t'jetë një fitore e thellë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Dhe kudo që shkoj, ka një entuziazëm të madh të qytetarët që nuk kam ndjerë ndonjëherë më parë. Qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë. Janë disa faktorë përcaktues themelor të kësaj fitorie. Së pari, programi më i miri që është paraqit para shqiptarëve dhe i hartuar me ekspertizën ndërkombëtare më të mirë të Heritage Foundation dhe Adenauer Stiftung. Së dyti, koalicioni më i gjerë në histori. Aleatët tanë të marrë së bashku pa Partinë Demokratike përfaqësoi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë me vota sipas librave elektorale. Së treti, faktori diaspor e kam shpallur dhe shpall përsëri vitin 2025, viti diasporës. Kur nuk kam pa tek shqiptarët një shpërthim entuziazmi të tillë që kam takuar në takimet e mia nga Athina, në Milano, në Rom, në Parma. Dhe kjo është një energji pozitive jashtëzakonshme. Shqiptarët kanë konstatuar se diaspora është me Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë madhështore. Ka dhe një forcë tjetër, pothuaj natyrore, dhe ky është krye magjistari botëror i fushatave zgjedhore, bashkëkryestrategu i fushatës më suksesshme në historinë e njerëzimit, si që ishte fushata e rikthimit Donald Trump, pra Chrysler Civita, i cili ka ardhur që të sjellë këtu të gjithë magjinë, të gjithë programin e fitores Partisë Demokratike. Së fundi, më duhet ta la sot modestinë me një anë. Ka dhe një faktor tjetër që quhet Sali Berisha, i cili nuk pret dhe nuk fut thika pas shpinës si Edi Rama. Nuk i çfrytëzon njerëzit dhe i flak pastaj sikur t'ishin qenje inekzistente, i cili jeton në një apartament 40 metra më të gjerë se ai që ka patur në diktaturë dhe jo në saraje me kopsht 8300 metra. Që në kushte të vërteta duhet t'jesh mbi milioner për të patur një saraje të tillë me një kopsht të tillë. Pra, të themi të vërtetën, është kompleksi i rrethanave që në fundit do t'i përmbledhja me një fjalë, thirrje. Thirrja për rikthim në Sali Berishës, edhe kjo një faktor i fuqishëm i fitores me 11 maj të Partisë Demokratike, natyrisht më sipër bëra krahasimin e deputetëve e të tjerë.